Po do t'ju pyes rreth kësaj situatës me Milenkovicin apo Lunën të njëjor, sa e rëndësishme është që të ketë një vendim gjyqësor, pra edhe një vërtetim të organit të aktakuzës që e ka ngritur Prokuroria Speciale për një rast që e kishte tronditur Mitrovicën në atë kohë. Po shene, spare duhet nisur nga premisa që akuza rëndon për kryer të veprës terroriste, e cila ka një dënim pothuajse kapital në kuptim të peshës të veprës penale, nën tjetër pasojës dhe sankcionit të cili është i parapar me kodin penal. Kështu që duke pas parasysh që Prokuroria Speciale pretendon dhe konsiderohet se tani më dyshimi bazuar mirë është vërtetuar me vetë faktin e konfirmimit të aktakuzës, ka mbetur tek gjykata që ta shpalos bindjen e lirë se përtej këtij dyshimi të bazuar mirë, në të cilën e ka mbështetur Prokuroria Speciale aktakuzën, ka mjaftueshëm prova për ta tejkaluar këtë stat të dyshimit. Dhe nga ajo që është parë që është eksponuar gjatë kësaj procedure penale, nga aspekti profesional konsideroj se ka prova të mjaftueshme dhe të cilat e vërtetojnë gjendjen e tillë faktike për të cilën pretendohet se kemi të bëjmë në bashkëhyrje një vepër të tillë penale. Dhe ai plotson këto kushtet, zoti Shkoza, pra të elementeve terroriste kjo vepër, të faktet të cilat i ka parashtruar prokuroria? Po, sigurisht se po, duhet ta keni parasysh se vepra penale terroriste, edhe teoretikisht, mirë po edhe praktikisht, kuptohet dhe përkufizohet si vepër abstrakte, pasi që ajo vepër penale kryhet me vepra të tjera të veçanta penale, e që kanë kupton që këto krucial është vërtetimi i ekzistimit të qëllimit që të kushtohen apo të thjesht të zhbëhen institucionet e Republikës së Kosovës mbi bazën e një qëllimi në këtë rastin konkret politik, pasi që këto qëllime mund të kenë edhe prapavi apo motive të tjera. Kështu që në këtë kuptim vepra e tillë penale terroriste spari duhet ta ketë të vërtetueshme qëllimin që në këtë rastin konkret kemi të bëjmë pikërisht me sulm të organizuar ndaj institucione publike të Kosovës, në rastin konkret të KKZ-s, pra organit strukturor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e që shihet edhe nga provat, po edhe nga veprimet që janë ndërmarrë, shihet se qëllimi ka qenë që të pengohet mbajtja e zgjedhjeve në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, po ashtu që të kushtohet thjesht KQZ-ja, ose më mirë të themi të zbrapset nga organizimi i zgjedhjeve. Pra është tipike për një vepër penale terroriste, pasi që kemi të bëjmë me qëllimin abstrakt të këtyre vepra konkrete penale që janë kryer nga ashtu quajturi Lune dhe bashkë të akuzuarit të tjerë. Shkoza, shkurtimisht, i përmendet dënimet mund të jenë kapitale, çka nënkupton kjo? Për veprën e kryerjes veprës penale terroriste parashihet dënimi minimal prej 5 viteve deri në dënimin e përgjithshëm që është 40 vite. Falenderoj shumë.